Moti në qarkun e Elbasanit vijon të jetë i lagësht me reshje shiu me intensitet të ulët dhe mesatar. Gjatë orëve të natës janë regjistruar 33 mm shi. Gjithashtu gjatë natës janë raportuar lëshitje gurësh dhe inertësh në disa akse rrugore. Elbasan qafta në kthesat e Murashit, Gramsh Moglic ku janë evidentuar lëshitje inertësh dhe aluvionesh. Në të gjitha rastet është ndërhyrë nga firmat kontraktuese dhe akset rrugore. Tashmë janë të hapura për qarkullimin e mjeteve. Sa i përket prurjeve të lumejve dhe përrejve, paraqitet në kuota mesatare përroj Zaranikës dhe Pajunit, mbi mesatare por pa rrezik për dalje nga shtrati, paraqitet lumi Shkumbin dhe Devoll, edhe lumi Kërpicës në fshatin Kërpic, njësia administrative Kushov, është tërhequr krahasuar me ditën e djeshme dhe paraqet prurje më të ulta. Në të kundërt, të paktën 10 banesa rrezikojnë të përmbyten. Ndërkohë në Librar, si rezultati intensitetit të lartë të rreshjeve rrezikon përmbytjen nga lumi Shkumbin, banesa e shtetases Gjulie Murashi, në vendin e quajtur Ura e Murashit. Aktualisht kjo familje u evakua dhe u sistemua deri në stabilizimin e nivelit të ujit. Shkak i kësaj situate mësohet se është bërë hedhja e inertëve në dy anët e lumit nga firma që po ndërton segmentin e korridorit të 8. Në lidhje me furnizimin me energji elektrike ka pasur ndërprerje në zonat malore të Sopotit, në njësinë administrative Stravajt bashkisë Prenjas, Fidri Banjës në bashkinë Gramsh, Selit në njësinë administrative Kloz dhe Mollas në bashkinë Cerik. Ekipet OSHE-s po punojnë për riparimin e defekteve dhe rikthimin e furnizimit normal. Nëse rreshtet do të vijojnë, rreziku për përkeqësim të situatës është i madh.